Dafin, mirë se po takohemi sërish edhe apo më tregon që në start a është më rëndësi më shumë për ty dashuria apo shoqëria? Të dyjat nuk kisha me nda. Cilës si kisha jop më shumë rëndësi nëse kish desh më vendosë këta ata? Dashnia është shumë normale. Okej. A je person që mbani natë apo që i fal gabimet? Varet çfarë gabime. Nëse është gabim që nuk falet, unë nuk jam për me fal. Është tjetër kush. Okej. A je tip që shkon sipas rregullave apo që i than ato? Kur njët diçka janë rregullat. I ke thy gjatë? Gjatë. A në komunikacion? Urna? Edhe në komunikacion? Gjithka. Lumturia shpirtërore apo ambicjet për me arrit në karrierë? Lumturia shpirtërore. Sepse pa lumturi shpirtërore nuk të vjen as karriera. Okej. Një ditë vere me 40 gradë Celsius apo një ditë dimre minus 20 gradë? Cëllën e përballon ti më mirë? Verën me 40 gradë. Interesant. Më keq të jesh shumë e etur apo të jesh pa gjëm? Me kom pa gjëm. Etjen e përballoj dyqysh, se s'jam njeri që pi ujë shumë. Okej. Një ditë në plazh pa ujë të pijes apo në mal në temperatura më të ftofta pa një xhamper për shembull? Në temperaturat nxehta pa ujë të pishëm. Veç jo shumë gjatë. Një kafe pa sheqer apo një gjellë ftohur? Kafe pa sheqer. Dosh pa shampan apo me thot trupin pa ushqime e peshqer? Qa të thëm? Të dyjat, as një unë as ban. Me u pendu ma mirë apo me të ngel me rat? Ma mirë me u pendu. Se sa me të marak. Një udhëtim i gjatë me makinë pa muzikë apo një udhëtim me aeroplan edhe me pas turbulenca? Një udhëtim i gjatë Pa muzikë. Pa muzikë me makinë. Okej. Ma mirë me linë në Kosovë si shqiptare apo në Amerikë si amerikane? Cëllën kështë pas qefte me konë Dafina? Në Kosovë si shqiptare. Okej, po më pëlqen. Ma mirë me dita me ta dashtë? Ka njero ma mirë me ta dasht. Me ecës bathur në rër apo zallë të nxehtë apo me nejt 2 orë duke u lagur në shi? Dyjat i kisha bu. Ma mirë me mbi pesh dhe shëndetshme apo fit edhe pa imunitet? Fit pa imunitet. Okej. Me besu edhe me të tradhthu apo me të besu e ti me i tradhthu? Jo, në tradhtim se kam pas as njëherë, as nuk e kam. Unë preferon që me tradhthu? Ma mirë është mi u besu edhe me më tradhthu. Okej. Më përpara ti ishe lidhur për kombe apo për feje? Për kombe. Një punë pa talent, po me pare shumë, apo një punë që ti din me bo, po ma pak të ardhëra? Një punë që unë kisha dit me bo, gjithmonë. Edhe ma pak të ardhëra? Ma pak pa. Të izolohesh me një person që e urrejn, apo të mos të takosh dikë që e do për 5 vjetë? Mos me taku dikën që e du për 5 vjetë. Okej, edhe pyetja fundit,